Po flasim fillimisht për një akt akuzë që u ngrit ndaj të pandehurit Fatmir Shaholli nga Prokuroria Speciale e Kosovës, se që patët edhe një reagim ku në atë akt akuzë pra u përmend lideri i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë kohës pra sa ka qenë duke vuajtur dënimin në burgjet e Serbisë. Pra si e pat përgjithsisht këtë akt akuzë? Ky emër nuk është i panjohur, as veprimtaria e tij nuk është e panjohur për ne. Ju e dini që veprimtaria e tij e dyshim tashmë është përmendur 10 herë dhe ne kemi denoncuar edhe publikisht atë. Madje edhe nga foltorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, kryeministri e ka denoncuar përtej edhe të gjithë neve të tjerëve. Dhe mendoj që është lajm i mirë që ai u kap. Tashmë është e qartë që BIA e Serbisë ka punuar me njerëz për ta diskredituar personalitetin e kryeministrit Kurti. Unë besoj që është krejtësisht e qartë tani se nga vije gjithë ky zell kundrejt kryeministrit. Unë mendoj që duhet bëhet punë në këtë drejtim, e përgëzoj prokurorin për veprimin, por mendoj që ka punë në këtë drejtim akoma. Kur thoni zell, nga vjen gjithë ky zell, për çfarë konkretisht e keni fjalën? Po tashmë nga akt akuza është e qartë që ka pas një investim që të diskreditohet figura e kryeministrit të Republikës Kosovës dhe në këtë drejtim, nëse e analizojmë tërësisht atë që ka ndodhur, mendoj që është e qartë dhe sqarohet vetvetiu se nga kush është shtyr ky zell për ta sulmuar figurën e kryeministrit Kurti.